Ndërhyrja në kohë e policisë së Velipojës ka parandaluar për shkazimin e jo konflikti fizik në fshatin Gomsiqe, ku arrestua një 47 vjeçar që posedonte paleje një armë zjarri pistolet. Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Velipoj, menjëherë pas marrjes së informacionit për një konflikt mes dy shtetasve, organizuan veprime operative për neutralizimin e situatës. Si rezultat u kap dhe u vu në pranga shtetasi NS 47 vjeç. Nga hetimet paraprake dyshohet se NS u konfliktua për motive të dobta me shtetasin FK 42 vjeç. Sipas soi përplasjes fizike, 42 vjeçari mbetet i dëmtuar dhe aktualisht po merr mjekim në Spitalin Rajonal Shkodër. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e të arrestuarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet, të cilën ai e posedonte pa leje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.